Këtu në qytetin tonë, dhe ka përmend emrin e qytetit, po s'po e përmendim, ka shumë vende të quajtura vende të mira, pra dhe varre ku njerëzit çojnë atje lek. A lejohet që të lëm lek në to? E para gjë, në Islam nuk ekzistojnë këto gjëra. Nuk ka në Islam vendet mira, vendet të bekume, varret të shenjta, varret të bekume etj. Dy janë vendet e shenjta në Islam. Mekka e thën kështu në Kur'an dhe Medinja e thën kështu në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se muslimanit, edhe pse beson se Mekka dhe Medina janë vende të shenjta dhe të bekuara, nuk justifikon kjo që të marrin gurët apo dheun, apo të fërkohen andej në përmale, në përkodra, në përfusha, apo të fërkojnë kanatierët, apo çorapet, apo në gjë tjetër andej, në mënyrë që të marrin bekimet e t'i sjellin këtej. Kur kjo gjë se ekziston në ato vende që i ka përmend Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, si mund të ekzistojnë në vende të tjera të botës? Flasim gjithmonë në standardin islam të gjës, sepse mund të jetë me standardin e besimeve të kota, mund të jetë me standardin e ignorancës, mund të jetë me standardin kështu e kemi gjetë e kështu do ta lejmë, mund të jetë me standardin e risive dhe sajesave, mund të jetë me çdo lloj standardi paganizmit, po me standardin islam jo. Po jo aty për shembull njerëzit thon bismillah e përmendin nuk justifikon. Idhujtarin, paganizmin nuk e justifikon asgjë. Kështu që kjo lloj gjëje nuk ekziston në Islam. Nuk ekziston në Islam. Ekziston filan qytet, apo në X, apo Y, apo Z qytet, apo vend. Ky është muhabet njerëzish. Madje në Islam, as në xhami nuk lejohet njeriu mu fërku në muret e xhamisë, apo me pru kanatierën, apo mbathjet, apo çorapet me ilon ke xhamia që të ecin mbar nesër pas nesër. Nuk ekziston. Që në fund fare xhamia çfarë emri kanë sipas Kur'anit? Shtëpiat e Zotit në tokë. Pra kjo gjë nuk lejohet as në xhami të bëhet, e jo më në përvarre, në për tyrbe, për ku dëgjon çfarë mund të ekzistojnë nga produktet njerëzore. Produktet njerëzore. Kjo është e përmend Kur'an dhe ne themi jo, stop shirkut, idhujtarisë se nuk e fal Zoti kurrë. Për këtë arsye nëna e besimtarëve radhiyallahu ta'ala anha tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në smunjen e tij të vdekjes, para se me dhon shpirt, në agoninë e vdekjes, në shtratin e vdekjes, ndaloi rrepsisht dhe tha: mallkuar qofshin ata të cilët varret e profetëve apo dietarëve apo njerëzve të devotshëm i kthejnë në objekte adhurimi. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala e komenton këtë fjalë të pejgamberit alayhis salam duke thënë: "Falawla dhalika la ubriza qabruhu." Edhe la dha amanetin tjetër që tha: "La taj'alu qabri 'ida." Mos e ktheni varrin tim në objekt vizite. Atëherë ndalimi dhe mallkimi në hadithin e parë dhe ndalesa në hadithin e dytë vjen komenti nga nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha e cila thotë: "Mos ishte kjo ndalesë e pejgamberit alayhis salatu selam, varri i tij sallallahu alaihi wasallam do të ishte i dukshëm dhe i arritshëm për gjithë njerëzit." Ku është varri i pejgamberit alayhis salam? Mund ta shohësh, ka 850 vjet që është murosur në atë formë që 850 vjet e këtej se ka pa më njëri. Se para 850 vjetësh mund të fuste dikush ta shifte, apo typ të sipër murit ta shifte. Tani është bllokuar çdo gjë. Nëse kjo gjë nuk lejohet në varrin e krijesës më të mirë të Allahut, më të dashur të Allahut, si mund të lejohet në vende të tjera të botës? Për këtë arsye ne kemi thonë gjithmonë, ka hapësira negociatash me çdo kënd, për çdo mendim, vetëm se kur shkon puna në kufër dhe në idhujtari dhe në shirk, s'ka më hapësira, sepse kufri dhe shirku dhe tauhidi nuk bashkohen. Njëri o do të jetë njësues i Zotit, o do të jetë idhujtar. Nuk mund të jetë njëkohësisht idhujtar dhe njësues i Zotit. Nuk mund të jetë njëkohësisht. O do të jetë besimtar, o do të jetë jo besimtar. Flas në kuptimin e shirkut të madh dhe në kuptimin e kufrit të madh. Nuk mund të jetë njëkohësisht të dyja, o një o tjetra. Kështu që le të shërbej kjo pyetje, si një inshallah qoftë pyetja e fundit që na bëhet në këtë temë, sepse vazhdimisht bëhet dhe vazhdimisht përgjigjemi dhe prap njerëzit kanë paqartësi, gjë që tregon se siç punojmë ne tek e drejta dhe e vërteta dhe tauhidi, ka të tjerë që punojnë tek e keqja, tek e kota, tek shirku dhe tek idhujtaria.